Po shkojnë drejt përfundimit punimet për riparimin e trotuarit në zonën e Kunes, i cili pësoi dëmtime të konsiderueshme si pasojë e motit të keq gjastinës së dimrit. Projekti po financohet nga Bashkia Lezhë dhe synon rikthimin e sigurisë dhe lehtësimin e lëvizjes për banorët dhe vizitorët e kësaj zone. Për të ndjekur nga afër ecurinë e punimeve, në terren ishte kryetari i Bashkisë Lezhë Pierre Indreu, i cili inspektoi investimin dhe u njoh me fazën përfundimtare të ndërhyrjes. Jemi këtu te trotuari i dëmtuar gjatë motit keq të dimrit. Tashmë, siç e shikoni, është bërë një ndërhyrje e fortë për ta forcuar komplet brezin që përballet me problematik. Është një trotuar i cili ka qenë ndërtuar me kontributin e biznesit, vetë që mos të abuzojë njëri që kanë qenë fondet shtetit, por ne kemi ndërhyrë me fondet tona. Normalisht që ndërhyrja do të procedurë, do të një projekt i cili do të shikojë mirë për të bërë mundur që mos përsëritet fenomeni, do të miratim fondesh në këshill, do të procedurë prokurimi, dhe për këtë arsye ne kemi ndjek hapat ligjore të njëpasnjëshme dhe kemi ardhur deri te pika këtu që për shansin ton mbyllet në mes korrikut dhe ka kohë të aksesohet gjatë këtij sezoni. Prandaj ka qenë se kam parë edhe diskutime, vlerësime, paragjykime, gjithë shkencëtarët kanë nga një gjë për të thonë, por në fakt sot jemi me një punë të kryer dhe kjo zonë ka të risjell në normalitet gjithë atë që ne nuk i kishim. Trotuari ishte ndërtuar më herët nga një biznes privat, ndërsa pas dëmtimeve të shkaktuara nga kushtet atmosferike, ndërhyrja për riparimin e tij është realizuar me financim të bashkisë, me synimin për të garantuar standarde më të mira të infrastrukturës dhe sigurinë e këmbësorëve.